Vijon situata delikate në Nigeri ku në disa shtete si në Kebbi, Niger, Katsina, Yobe dhe Kwara, shkollat janë mbyllur pas 2 rrëmbimeve masive të ndodhura në një javë. 315 fëmijë nga 2 shkolla të vendit u rrëmbyen dhe 12 mësues apo pjesëtar antar të stafit të këtyre shkollave. 50 nga fëmijët janë arratisur nga duart e bandave kriminale të armatosura dhe më në fund janë të lirë dhe pranë familjeve të tyre. Shoqata e Krishtere e Nigerisë thotë se janë ribashkuar me familjet një operacion i madh kërkim shpëtimi udhëhequr nga ushtria është duke u zhvilluar për 265 fëmijë të mbetur dhe 12 mësuesi që u morën me ta. Autoritetet në disa shtete nigeriane kanë urdhëruar mbylljen e shkollave pas rrëmbimeve masive në Niger dhe një tjetër marrje e peng më të vogël në shtetin Kebbi të hënën e një jave që lan pas kur 25 nxënës u rrëmbyen nga një shkollë me konvikt. Presidenti i vendit ka urdhëruar rekrutimin e 30.000 oficerëve të tjerë të policisë si pasojë e situatës. Në një zhvillim tjetër, 38 persona të rrëmbyer nga një shërbes kistare në shtetin Kwara javën e kaluar u liruan ditën e diel. Kjo është situata vërtet e pasigurt, ka shumë konfuzion dhe pasiguri në papiri në fshatin në shtetin e Nigerit ku u morën edhe fëmijët. Rrëmbimi më shumë se 300 nxënësve të shkollës të i kalon 276 rrëmbyer gjatë situatës apo ngjarjes shumë famkeqe në Chibok të vitit 2014.